Për këtë të shtunë, qytetarët janë ftuar që t'i bojkotojnë marketet. Përmes një mesazhi të shpërndar në sheshin para objektit të qeverisë, organizatorët e iniciativës Kosova bojkoton të njëjtën u kanë bërë thirrje qytetarëve që t'i bashkohen këtij aksioni në shenjë revolte ndaj çmimeve të larta. Thira për qytetarët është me u bashku me neve dhe zbashku me ngrit zonin dhe përmes një bojkoti me tregu fuqinë tonë vlerëse, për shkak se kur krejt bashkohemi në bojkot, na çojmë një mesazh te marketet, te qeveria që jemi shumë të kënaqur dhe po ashtu e bojmë një lloj presioni shoqëror për me pas një reagim. Një iniciativë ngjashme u ndërmarr edhe muajin e shkuar e organizatori Kastrati shpreson që edhe kësaj radhe të rritet përkraja e qytetarëve. Kjo iniciativë fillimisht nisi në Kroaci e më pas vazhdoi në shtetet e rajonit. Qytetarët kanë pritje të ndryshme lidhur me nismën. Duhet të veprohet ashtu, sepse edhe shtetet në rajon kanë vepruar njësoj. Atëherë pse ne kemi përjashtim, edhe pse ne kemi shumë ma shumë se ata arsye që mund që të në mënyrë të indinjohemi, të rebelohemi. Standardi ka shkuar lart, kështu që vërfnia është e madhe, s'është mirë të ngriten çmimet, po është ka të bojkotohet. Ndoshta nalet një çmim pak kohë, po prap ata do të bëjnë drejtën. Sipas të dhënave të administratës tatimore, fushata e para një muaji ndikoi në uljen e blerjeve. Më 10 shkurt, kur u ndërmor kjo nismë për herë të parë, u evidentua rënje e qarkullimit te bizneset në vlerë mbi 100.000 euro, krahasuar me datën e njëjtë një muaji më parë.